Një debat i ashpër ndodhi mes Eglit dhe Danjas për shkak të pakënaqësive që kishin me njëra tjetrën. Pas debatit, Danja ju kthye Gjestit duke i thënë se e gjithë kjo u bë sepse ai dëshironte që ta çonte Eglin në finale. Gjesti do të çosh Eglin në finale, na lër rehat se na lodhe. E ke çuar Eglin në finale, e ke përdorur, e ke bërë copë gjithë lojën. Ti doje ta ndaje nga unë dhe këtë e bëri ajo dhe jo ti, i tha Danja Gjestit. Kam 3 ditë që e nuhas që do të ndodhte kjo gjë. Kam ardhur të kam përqafuar që të mos ndodhte, i tha Egli Danjas. Gjatë shtëpis nuk mi hidhje syt, edhe sot edhe mbrëm erdha gjithë lodh. E pe që unë po qaja dhe nuk më the asgjë, i tha Danja Eglit.